vendosje, një komunikatë e cila në sytë e parë, në fillim të rreshtave ishte si duke sikur e përkranin, edhe gjatë mes rreshtave të poshtë, veç për çka grupe shoh paragrafin që do të merr pjesë zoti Kurti. Por poshta njena janë më akuza të ashpra ndaj medjave, ndaj njerëzve që kanë përkrajnë këtë protest, e deri të akuzat ndaj zotit Rama. Ju keni sjellë njëra njerëz më të afërt të zotit Fasqi, njëri ministri punëve të jashtme, e dini që shkruar këtë punë e gjykatës. Spari, si e komentoni një komunikat të tillë televizijës vetëvendosje komunikitisht partisë më të madhe që është në pushtet? Të drejtën Fidan, kur e kam lexuar Flet Rufe, Flet Rufe, unë kam mendu që është fake news, që është lajm i rem, sepse keni parasysh tash në këtë botën virtuale, interneti, inteligjenca artificiale, kam mendu që e ka prodhu dikush një lajm të rem. Sepse logjika e shëndosh e një njeriu në damarët e të cilit rrjedh gjak shqip është e pa kuptueshme, e pa logjikshme një Flet Rufe e tillë. UÇK-ja është projekti më sublim që ne kemi prodhu si komb dhe UÇK-ja është një vlerë rreth së cilës ne duhet të jemi të bashkuar. Nëse duhet të ketë konsensus për diçka mes nesh si shqiptar, është lufta e drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja nuk guxon të na përçojë dhe fatkeqësisht, edhe këto e them me keqardhje edhe me dhimbje, lëvizja vetëvendosje po synon t'i përçojë shqiptarët sot tash edhe përmes Flet Rufeve të tilla. Unë kam qenë vetë personalisht prezente, jo një herë, disa herë, në takime të shumta, qoftë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, bashkë me kryeministrin Edi Rama, ku ai ka mbajtur një fjalim gjatë të elaboruar dhe ka mbrojtur denjësisht luftën e drejtë të UÇK-s dhe ka sulmuar, jo, po ka kritikuar Këshillin e Evropës për mos reagimin ndaj të pavërtetave, pastaj të dokumentuara të raportit të Dikmartit. E kemi parë të gjithë në organizatën e kombeve të bashkuara, në Asamblenë e Përgjithshme të kombeve të bashkuara, po unë e di edhe dhjetra situata ku kryeministri Rama u ka dalë në krah dhe në mbështetje krerëve të UÇK-s. Kallëzut me fakte dhe argumente. Do të thotë akuza lëvizjes vendosje, karshi zotit Rama, që nuk ka bazë jo për UÇK-n, as për të ndaluarit atje. Edhe në protestet e janë shesh, nuk qëndrojnë. Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar rezolut në mbrojtje të krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Parlamenti i Kosovës nuk ka arritur të krijojë shumicë për të miratuar rezolut. Unë vetë personalisht, disa herë, por edhe zoti Ender Hoxha, edhe zoti Memli Krasniqi, edhe të tjerët që s'pëmbin mend gjithë, jemi takuar disa herë me përfaqësues televizjes vetëvendosje dhe u kemi kërkuar që bashkarisht me konsenzus ta miratojmë një deklaratë në Parlamentin e Kosovës ku thjesht kërkojmë drejtësi. Çka kanë bërë? Nuk kemi marrë pajtimin. Nuk kemi marrë pajtimin. Dhe kjo është e dhëmshme. Nuk e kemi bërë publike sepse është e turpshme. Po flitet të punë që i keni lutë edhe nuk kanë ardhur vetëvendosja, si është ekskluzive, është hera parë që ndëgjoj publikisht. Sa ja akuzon të atje. I kemi lutë dhe arsyeja e vetme pse nuk e kemi bërë publike asnjëherë deri më tani është se është e turpshme. Edhe nuk ka pranuar lëvizja vetëvendosje. Nuk ka pranuar lëvizja vetëvendosje. Të nxjerrët një rezolut. Të nxjerrët një rezolut me një tekst